Jo perimetri, Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzë për një me. Kosova kaloi fushatën zgjedhore, fushatë kjo me statistika rekorde të përdorimit të inteligjencës artificiale. E bashkë me të, edhe manipulimit duke përdorur dezinformatën. Para zgjedhjeve këtu në Kallëzë për një me, kemi ngrit alarmin për ndikimin që mundet me kanë edhe me pas dezinformatat në zgjedhje. Sot jemi disa ditë pas zgjedhjeve dhe në një panel të nderuar do të diskutojmë për faktet të cilat u grumbulluan deri më tani për ndikimin e dezinformimit në zgjedhje. Për këto çështje do diskutojmë sonte me Adelina Hasanin, hulumtuese në organizatën Kipred, Lart Hoxha, gazetar dhe redaktor në televizionin ATV, Dren Gërguri, profesor në Universitetin e Prishtinës dhe Visar Prebreza, udhëheci i ekipit të verifikuesve të fakteve në kallëzë.com. Visar, fillimisht po nisi me ju. Çka thon raportet e fundit për prodhimin e lajmeve të rreme dhe dezinformatave për zgjedhjet cilat u mbajtën me 7 qershor? Realisht kanë qenë zgjedhjet që ka pas numër më të madh të dezinformatave, nëse i krahasojmë me zgjedhjet që janë mbajtur në dhjetor dhe në zgjedhjet që janë mbajtur në shkurt vitit kalum. I kemi vlerësuar rreth 500 postime të rreme në TikTok, në Facebook, në Instagram. Pra për herë të parë kemi vendosur që me një krypometër mi vlerësu 5 dhe 6 postime të rreme për shkak se kryesisht janë prodhuar çaq shpejt dhe shpesh videot me inteligjencë artificiale, sot edhe për neve ishte pamundur me i verifiku secilën dhe secilës me ia kushtuar një artikull, sepse zakonisht për me shkruajt një artikull neve na pak më shumë kohë, duhet me verifiku, janë disa standarde që duhet me ndjek. Mirë po e kemi ndjek një procedurë e cila na ka mundësuar që me i grumbullu 3-4 postime të rreme, me i vlerësu, me i bloku ato që kemi mujt për shkak se numri ka qenë jashtëzakonisht i madh. Për herë të parë, pra duket që njerëz janë mësuar me përdor inteligjencën artificiale në kuptimin me prodhu video, me prodhu fotografi të manipuluara, me prodhu postime që i ngjajnë portaleve ose gazetave dhe me i shpërnda ato për rrjetet sociale dhe kanë qenë informacione kogja, nëse më thonë ashtu, të rrezikshme. Njëri prej atyre që po du me e veçu në fillim është që kemi identifikuar faqe të cilat realisht kanë prodhuar video të rreme të prodhuara me inteligjencë artificiale, të cilat simulojnë kinse qytetarët po flasin për situatën në Kosovë. Dhe një seri e videove ka qenë qysh qytetarët janë të pakënaqur me gjitha partitë politike, janë të pakënaqur me sistemin në Kosovë dhe thjesht nuk ja vlen të votohet. Pra nuk ja vlen të dilet në zgjedhje. A djetë kush i ka bo Visar këto videot dhe sa vështirë është me i kriju këto? Na i kemi identifiku faqet, ne si verifikus të fakteve që mujna me identifiku është që na identifikojmë faqen, e identifikojmë kur është themelu, prej kur menaxhohet. Për shembull, kjo faqe është menaxhuar prej Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo faqe në fillim e ka pas emra të huaj, pastaj u kthy në emrin Gazeta Bota, nëse zgaboj ashtu ka qenë. Pra edhe me tinglu që është gazetë e njohur, se na e kemi një gazetë Bota sot, po kryesisht ta i klonojmë, i parafrojmë pak emrat që mu dok pak më e besueshme dhe thirrjet kanë qenë që mos më dalë në zgjedhje. Dhe kjo është njëra prej synimeve kryesorë të dezinformimit. Pra me bëni qytetar pasiv, që qytetari mos më dalë zgjedhje, mos më dalë me kry aktin kryesor në demokraci që është pra votimin. Dhe këto video të rreme janë shpeshtu shumë në kohën kur janë ofruar zgjedhjet. Domethënë çdo ditë që është ofruar zgjedhjet, çdo ditë ka dalë një video e ngjashme. Për shembull, një herë ka dalë një qytetar, tani ka dalë një gru që ka qenë shtatzor, tani ka dalë një person që kinse është ekspert, kinse është simulu që është podcast. Pra janë bajagi atraktiv në mënyrën dhe prodhimin e videove të rreme dhe unë besoj që numri i videove të rreme ka qenë tepër i madh. Fatkeqësisht një numër i këtyre video, një numër i këtyre postimeve marrin jashtëzakonisht shumë reagime, jashtëzakonisht shumë komente, e kjo është sinjal që njerëz i besojnë atyre. Pra që kjo është fatkeqësia më e madhe që njerëz nuk kanë gjykim kritik, thjesht i besojnë ose nuk pajtohen me personin që është duke fol, ose e përkrahen, ndërkohë që personi është thjesht është AI, nuk ekziston. Lart, shpjegohet fakti që kemi pa për shembull edhe vox popa të cilat janë kriju me inteligjencë artificiale, njerëzit potencialisht kanë besu atyre. Problemi është që merret shumica e informatave fatkeqësisht merren prej rrjeteve sociale. Edhe kur mësohesh
që edhe mediat që na i themi mainstream ose mediat tradicionale, që me thonë, edhe ato detyrohen në rrjetet sociale me postu, atëherë edhe ndërkohë të infiltrohet diçka. E vërteta madhe është ka vite që e përsëritit njëjtën gjë. Nëpërmjet rrjeteve sociale, në të njëjtin feed, tentojmë me deportu edhe mediat që hulumtojmë ka pak, edhe mediat që punojmë live, edhe njerëzit që janë media hiç, edhe influencerat, edhe Big Brother, edhe reality star, çka do që prodhohet në këtë vend, krejt tentohet me hi në të njëjtin feed të njerëzve, edhe Vox Popa, edhe liderët fetar, edhe liderët nuk e di as vetë të cilës dush kategori, njerëzve, qytetarëve të zakonshëm ju ka hup filteri, që kjo është e vërteta e madhe. Ti mundesh edhe mos me i besu me të parën, por kur dalin 3 ose 4, të fillon me të shndrun standard. Problemi tjetër është që mundesh ne, për këto mundet me siguri drejnë me folë ma shumë, po ndodhë që ti një material për cilin e din që është i rajshëm. E shikon për pikë qefit, me po deri ku kam rri imaginata ose deri ku kam rri teknologjia me rajt. Mirë po algoritmi ta interpreton që ato si interesim, edhe ma ne janë isë të ushqen me ma shumë materialet rajshme, edhe ajo ma ne hinë një farë vrime pe i cilës nuk mund është me dalë, është një farë vertigo efekti, hinë një farë vorbulle, ma ndaj fillojnë sa ma shumë materialet rajshme me dalë në telefon, dhe deri kur ti të shkapësh për algoritmit je bo viktim, së ndërkohë ka ushqy dhe me materialet tjera. është tim serioze, e pasojat në zgjedhje janë ma të mdoja, për ndryshë na i ndjem njëtë përditshme edhe në tema tjera, jashtë zgjedhje. Adelina përmendi visar janë ma shumë se 500 postimet cilat janë identifiku gjatë tyre ditëve e që janë të rreme, po në anën tjetër dhënat që ju i keni, çka të tregojnë për këtë, a është trend rritje, apo cilat janë dhënat që i keni? Në përgjithësi, nëse flasim për përdorimin e teknologjisë artificiale, kjo ka qenë në zgjedhjet e kalume. Mendoj që sa më shumë po sofistikohet përdorimi i saj, kjo po bëhet edhe pjesë e jetës së përditshme, qoftë prej gazetarëve ose qoftë prej influencerëve që janë të përdorin inteligjencën artificiale. Mirëpo, këto përdesa na flasim për trendin në Kosovë, është një trend në rritje në mbar botën. Kjo ka qenë alarmante më herët që është bërë prej hulumtuesve të ndryshëm që po përdoret inteligjenca artificiale dhe është një ndër kërësimet më të mëdha të demokracisë. Unë mendoj që këtu duhet me ushtrit debati edhe në pjesën se në fakt është caku kryesor ose synimi kryesor është vetë demokracia dhe rritja e një sistemi autoritar ku shkon duke u individualizu vetë personi. Edhe çka do mo që shenë në rrjetet sociale nuk ka rëndësi a është e vërtet apo jo, mi po gjithçka fillon me qenë e pavërtet. Dhe kjo gjykimi më që shkon duke u rritë, sepse në fakt këto e tregojnë edhe hulumtues të ndryshëm, se kjo është ndikimi afatgjat kur më gjithçka që ne shohim në rrjetet sociale bëhet e pabesueshme edhe kur është lajmi i vërtet. Dhe kjo shkon në individualizmin e tyre dhe hub pjesën ndikimi i vetë pjesës kolektive. Nëse shohim në raporte të shumta të cilët kanë dalur gjatë kësaj periudhe, ka pas besim prej qytetarëve në inteligjencën artificiale, qoftë në video që janë gjeneruar me inteligjencën artificiale, apo edhe në lajme të ndryshme. Dhe kjo tregon me një farë forme që nuk ka dhe shumë vetdije nga qytetarët për me dallu një video që është e prodhuar prej inteligjencës artificiale, qoftë për shembull televizit të cilët i bën personi në video, apo edhe zëri që gjenerohet prej kësaj inteligjencë artificiale. Dhe kjo pastaj për neve paraqet një kërcënim të rëndësishëm, sepse institucionet tona, qoftë edhe vetë mediumet e ndryshme, nuk janë ende në nivelin për me mujt me pas një edukim të mirëfillt edhe qoftë të pjesës se si redaksia pastaj ka edhe vetë do të thonë rregulloret e brendshme. Mirë po, diçka që duhet me cek edhe këto, një sfidë që e kemi në Kosovë, në rajon edhe mbar botën, është që ne më shumë jemi duke punu se si me pas reagime, pra e shet që ka fact checking brenda periudhës edhe të zgjedhjeve nëse një video ose një lajmet janë gjeneruar prej inteligjencës artificiale, nuk është proaktive. Nëse synimi është për me e sulmu demokraci, në anën tjetër si ne mund me inteligjencën artificiale me përdor për fuqizimin e vetë demokracisë. Pra ne jemi gjithmonë një hap ose dy hapë mbrapa, se si me eduku shoqërinë për me mujt me e kuptu inteligjencën artificiale, por në anën tjetër mendoj që kjo
për Kosovën madje probleme dhe më i theksum, ne si mundemi me shfrytzu në aspektin pozitiv inteligjencën artificiale. Prandaj kjo gjithsesi te pjesa e rekomandimeve është se institucionet shtetërore së bashku me shoqërinë civile ishin dashur me diskutu edhe me fol për hapat në vazhdim, se si me u mbrojt edhe se si me i kuptu videot që vijnë nga inteligjenca artificiale. Dreni, e përmendje dhe Learti më herët faktin që na shpesh ja kryojmë vetës algoritmin, se çka dëshirojmë me përcjell. Po nëse ndalim edhe i këshyrim, a dojnë vetë qytetarët me ra prej e rranave, apo nuk din thjesht me i dallu dezinformatat, po edhe video cilat krijohen dhe prodhohen prej inteligjencës artificiale? Po, unë besoj se ata nuk e zgjedhin që të manipulohen edhe të mashtrohen, por thjesht nuk mrin që ta dekonstruktojnë çfarë do lloj përmbajtje mediale ndaj të cilës ekspozohen, edhe nëse ajo është manipulim, ata bien prej një manipulimi dhe mashtrohen. Besoj për të ndërlidhur edhe me ato që i diskutuam deri tani, për shembull një prej arsyeve pse ne kemi numrin më të madh të deepfake edhe përmbajtjeve mashtruese duke u përdorur inteligjencë artificiale është për shkak të zhvillimit të veglave, të cilat mundsojnë edhe prodhim në gjuhën shqipe. Më herët nuk ka qenë kjo mundësi dhe s'kemi pas mundësi që ne të shohim video deepfake të personave aty, të avatarëve, se mos i quajmë persona, të cilët flasin shqip. Tash i kemi në gjuhën shqipe, por është në dialekt në tosk, është në gjuhë standarde, që prap të tregon që për momentin ende ne kemi kohë që të punojmë me shoqërinë tonë, që ta përgatisim edhe më mirë në aspekt të vetëdijësime se deri ku shkon inteligjenca artificiale dhe çka ajo ofron. Në gjuhën angleze këto hapa janë kryer, edhe në shumë gjuhë të mëdha të botës. Në gjuhën tonë ende jo, dhe këtë diskutim e kemi pas, unë mbaj mend edhe shkurtin e vitit kaluar. Dhe unë e thosha që ne e kemi një përparësi, sepse në gjuhën tonë nuk e kemi një vegël që e prodhon diçka të tillë. Sot ajo është avancuar, do të avancohet edhe më shumë nga ditës për sa ne po i shohim që këto gjenerohen, po i bie që modelet po trajnohen. Dhe ato trajnohen edhe nga vetë gjenerimi, pastaj i përmbajtjeve të ndryshme. Dhe kjo e bën që numri të jetë edhe më i madh. Tash i kishim zgjedhjet, do të shohim, po supozoj, deepfake-a edhe më shumë të doktorëve, sepse ne e vrejmë se si ka shumë dezinformim saj për këtë fushës së shëndetësisë, sepse kjo lidhet pastaj edhe me mënyrën se si ne jemi më pak racional, më shumë emocional kur analizojmë një përmbajtje që ka të bëjë me shëndetin. Pra gjëra të tilla që janë trende në zhvillim të havshëm në vende të tjera dhe që edhe ne nuk mund të jemi imun, do të vinë edhe te ne. Pse janë vox popat? Për shkak se dëshirojnë ta bëjnë në një ambient sa më të thjeshtë që ti kur e sheh edhe je duke lëviz në autobus, nuk ndalesh ndoshta, edhe ky është gabimi që po e bëjnë shumë qytetarët e ne, që nuk i kushtojnë vëmendje detajeve. Pra, ishte vox pop në aeroport, njëra fjalë shqip, tjetra anglisht. Pra, pak të duhet që ta shohësh se diçka në video nuk është në rregull, por te ne çka po ndodh është kur i lexon komentet e përdoruesve që disa prej tyre duhet jenë real, të vërtet, jo trolls, atëherë ti e sheh se ata komunikojnë me një përmbajtje që është mashtruese, është me gjeneruar me inteligjencë artificiale, ata marrin të mirë qenë. Dhe në këtë mënyrë komunikojnë me të. Kjo e tregon se ne s'kemi qenë dhe nuk jemi të gatshëm me krejt këto që ka po na i sjell inteligjenca artificiale, me çfarë do lloj vegle që është qoftë në gjenerim të tekstit, fotografisë apo videos, dhe nuk po punojmë si shoqëri që me siguri do ta diskutojmë më vonë pasaj se çka ne mund të bëjmë si shoqëri që ta përmirësojmë situatën në këtë aspekt. Çka edhe do të përmendja këtu që besoj është shumë e rëndësishme dhe që ka dalë në një prej studimeve që i kanë bërë që lidhen me dezinformimin, jo domosdoshmërisht me ose pa inteligjencë artificiale, po me dezinformimin si fenomen, edhe me atë se si te ne më shumë është një problem njohës sjellor se sa mediatik. Pra ne më shumë kemi problemin e perceptimit të informacionit nga qytetarët. Jo a është në media sociale, a është në media online, a është në televizion, por në atë se si ata e perceptojnë edhe si sillen me të. Sa lehtë e bën share pa analizuar a është e vërtetë apo jo. Pa këto dy problemet kanë dalë kryesore në një studim ku kanë qenë të përfshirë 600 qytetarë nga krejt Kosova në një anketë të cilën e kanë punuar 2 vite më përpara. Nëse mund të ndërlidh pak te çështja e besueshmërisë, në vitin 2023 patëm bëni eksperiment social. Edhe atëherë biletet bashkë me Dreni me ikon ekip, edhe mjekët, edhe mësimdhënësit i besojshin lajmit të rram që ish bë për shëndetësi, përkatësisht për mësimdhënie.
Pra në atë kohë na kemi alarmu, hey, ka dalë se gjysa e mjekëve vjen të i besu lajme të rrem. Gjysa e mësimdhënësve vjen të i besu lajme të rrem. Pastaj në vitin e kaluar neve na kanë dalë që kandidatët për deputet i kanë besu lajme të rrem. Pra ata të cilët presupozohet që kanë marrë vendime, kanë me këqyr ligjet tona, kanë me amandamentu, me ndryshu, i besojnë në informacionit të rrem. Pra ata thjesht nuk nalen me verifikun informacion të rrem. Çka duhet na me prit prej një qytetarit? Kur njerëz që prodhojnë informacione të rreme, njerëz që prodhojnë video me inteligjencë artificiale, fotografi, ata nuk janë bashkë të pameshëm. Ata prodhojnë diçka cilët e shohin na për komente. Shembull, nëse komentet i thonë një politikanët çfarë po diun ne, po thon Visar Serbia ose dikush tjetër po e përdorë emrin tim, thjesht mas një dite, mas 2 dite ti kime e pa një fotografi të gjeneruar me inteligjencë artificiale që X politikanit ja vendosin një kapel me simbol nacionaliste serbe. Dhe njerëz që ato që e thonë e shohin tash edhe të vizualizuar edhe veç vazhdojnë me i besu dhe me i besu. Pra që kjo është pjesa ma kritike, që thjesht prodhohet diçka cilën veç edhe folet na për komente. Diçka që folet na për debate televizive kur e shohim kur dikush për shembull është pak ma shkep nëse më thon ashtu, dhe që kjo gjenerohet dhe pastaj normal që qytetarët kanë më besu. E kjo ndo lidhet me atë se si të ne janë shumë të besueshme për mbajtjet e cilat janë në përputhshmëri me bindjet tona paraprakisht, që është para gjykimi konfirmuar. Pra ne e pëlqejmë shumë një informacion dhe e besojmë më lehtë, jo duke analizuar a është e vërtetë ose jo, që duhet të ishte gjykimi racional i një përmbajtje mediale, por duke qenë emocional dhe duke dashur që ajo të jetë e vërtetë. Dhe kjo është diçka që është shumë e shpërndarë në shoqërinë tonë si para gjykimi konfirmuar, dhe e dyta pastaj që prapë është më shumë shpjegim psikologjik i sjelljes së njerëzve kur përballen me përmbajtje të tilla mediale, është arsyetimi i motivuar. Kur ata përpiqen që ta gjejnë ku do një argument i cili arsyeton motivin e tij pse po e beson një informacion. Dhe krejt kjo e krijon një perde pastaj që faktikisht ai nuk e sheh realitetin për te i saj edhe nuk e kupton që po mashtrohet nga çfarë do përmbajtje që po e sheh. Visar, po më intereson me ditë që shëmë përkthy për shembull premtimet elektorale të dezinformatave, sidomos në sektorin e sigurisë, sepse ka pas besoj. Po du me veçu vetëm e kemi analizu këtë lajmin dhe vendimin e qeverisë për krijimin e një grupi për me analizu formimin e gjendarmerisë. Edhe na i kemi përcjellë debatet që janë zhvilluar brenda në Kosovë, po dhe ato që janë zhvilluar dhe janë publikuar për mediat në Serbi dhe sidomos mediat e kontrolluara prej Kremlinit. Përderisa në Kosovë është quajtur si një vendim politik, edhe kryesisht kritikat kanë qenë ka aspekti politik, pse po e merr një vendim në prag të zgjedhjem një vendim kaq të rëndësishëm. Në ndërkohë, në mediat në Serbi dhe në mediat e kontrolluara prej Kremlinit, kjo është interpretuar që qeveria e Kosovës po don me themelu një trup që është mbi ushtrinë. Pra e kanë gjetë një farë rrugë që po do me formu një trup që është shumë më e fortë se ushtria, mirë po synimi kryesor është me i qunë veri, me i terrorizu serbet e të tjera, po dezinformata që ata në vazhdimsi i kanë kultivu dhe i kanë shpërnda, mirë po e kanë shfrytzu një vendim të qeverisë dhe kanë tentu me e shpërnda dezinformatat e tyre përmes cilave ata synojnë me ngjall frikë edhe më të madhe të qytetarit serb, me ngjall frikësim në kuptimin që ata mi përbashku rreth një partije politike, se për shkak se këtu tash lidhet edhe synimi kryesor i mediave të Kremlinit që me sulmu partinë e Nenad Rashicit, që ajo nuk i përfason interesat serbe, që është shqiptar e të tjera që poton me vjedh një mandat me votat e shqiptarëve, por gjithë këto kanë qenë dezinformata të publikuara në mediat, sidomos ato të kontrolluara prej Kremlinit dhe mediat në Serbi, mirë po edhe vendimet të tjera politike, edhe ngjarjet e tjera që ndodhin në Kosovë zakonisht përkthehen në dezinformata, sidomos kur vjen në pyetje të mediat e kontrolluara prej Kremlinit. Për shembull, arrestimi i disa udhëheqësve të institucioneve shkollore dhe nëse s'gaboj edhe shëndetësore që ka ndodhur në Graçanic, edhe kjo është përkthy në shpërndarje në shumë dezinformatave në mediat e kontrolluara prej Kremlinit. Domethënë, mediat e kontrolluara prej Kremlinit kanë qenë, nëse s'gaboj, ato kanë prodhuar më shumë lajme se plot do mediat tona. Madje e kemi identifikuar një portal që ka qenë Polit Navigator, i cili bazën e kishte në Krime, e cila është aktualisht e kontrolluar prej Rusisë, kur i kemi lexu hulumtimet që e mbo prej mediave, pres Associated Press dhe hulumtimet e tjera, ka rezultuar që themeluesi dhe udhëheqësi i mediumit, domethënë thjesht merr urdhra prej shërbimit sekret rus.
Dhe kjo media është jashtëzakonisht aktive në publikimin e lajme për Kosovë. Dhe ti habitesh që ka mundësi me prodhu ka shumë lajme dhe detaje shumë të vogla që ndodhin në Kosovë. Ma interesantja është që kjo media i referohet korrespondentëve në Kosovë. Pra nuk i citon mediat, i citon korrespondentët. Në ndërkohë, emrat e korrespondentëve nuk janë. Po megjithatë, ju i referohet korrespondentëve. A mund të ketë dikush që i raporton aty? Na ashtu edhe mund të ketë, po na nuk e dim, emrat nuk i dim. Po njëkohësisht e kemi zbulu dhe hulumtu edhe nomenklaturën që funksionon. Kjo është ajo media bazë që i prodhon informacionet e rreme, i poston në grupin e vetë në Telegram, pastaj këto informacione i merr Pravda, i shpërndon në shumë gjuhë, pra është që ky rrjeti nomenklatura e funksionimit që është jashtëzakonisht interesante dhe që normalisht po na ndihmojnë edhe Associated Press dhe media tjera ndërkombëtare që i kanë hulumtu këto portale, mirë po na po e shohim që thjesht e kanë vendosur në lupë edhe Kosovën edhe janë të prodhuar jashtëzakonisht shumë. Adelin, ju i njehni grupet ekstreme, keni hulumtu shumë për to, e përmendi Visari faktin që në rastet kur kanë prodhu dezinformata për siguri, pikrish për këtë për gjandarmërin. Sa ndikon nëse sa është i rëndësishëm një lajm, një dezinformat e tillë për gjandarmërin të grupet ekstreme, kryesisht janë të fshehura, qoftë në Serbi apo vendet e tjera? Ne edhe më herët në emisionet të tjera kemi diskutuar këtë pjesën se si në fakt instrumentalizohet vetë identiteti. Edhe një lajm, një dezinformat nuk është vetëm një dezinformat të cilët e targeton vetëm një individ të caktuar, ka raste të tilla. Mirë po ajo që synohet nëpërmjet dezinformatës është duke mi prek ndoshta pjesët më fragjile të shoqërisë, qoftë aspektin etnik ose aspektin religjioz. Dhe kjo normalisht në pjesën e gjandarmërisë është targetuar komuniteti serb që me lajmet ose dezinformata qoftë nëse kanë ardhur prej Serbisë apo prej Rusisë, dhe ato kanë qenë të shpërndara në Telegram të cilët përdoret po ashtu nga komuniteti serb. Dhe nëse shohim, unë të paktën nuk e shoh që kjo ka qenë vetëm në periudhën e zgjedhjeve, sepse ka qenë një dinamikë edhe më e hershme ku Telegrami përdoret nga komuniteti serb dhe aty ekziston një rrjet i komunikimit dhe kjo veç se është përdorur aty. Mirë po nëse kthehemi te pyetja se si kjo ndikon në aspektin e sigurisë, mendoj që duhemi me diskutu te pjesa e instrumentalizimit të vetë identitetit, sepse synimi është i polarizimit të shoqërisë. Ne nuk e kemi pa vetëm targetimin e komunitetit serb, që ka vazhdu kjo që u përmend edhe më herët me kërcënu për me votu një parti të caktuar politike që ka qenë më herët, por për shembull e shohim edhe vetë kandidatët në mesin e shqiptarëve, për shembull që janë përdor domethënë me deepfake, ku kanë postu fotografi, ku ka qenë për shembull Albin Kurti i veshur si imam brenda kuvendit të Kosovës. Dhe kjo ja dërgon një mesazh një grupi tjetër fetar që mundohet me tregu që këta po mundohen me kriju një shtet musliman, për shembull. Ose në anën tjetër kemi pa prap kryeministin në detyrë Albin Kurti, ku është i veshur me rroba klerike ortodokse. Dhe kjo pastaj i dërgon me një farforme këtu etiketimi kryesor ka qenë që kjo është tradhtar, sidomos duke u ndërlidh me manastirin e Deçanit. Pra krejt këto në fakt që neve na duken vetëm si dezinformata që qarkullojnë në rrjetet sociale ose duke u përdorur deepfake, në fakt kjo është polarizimi i vetë shoqërisë. Dhe nëse nisemi në thelb nëse analizojmë këto që u përmend edhe më herët, nuk është vetëm një paragjykim që neve na konfirmohet nëpërmjet inteligjencës artificiale, po mendoj që është edhe pjesa se si në fakt instrumentalizohet vetë identiteti. Këtu pastaj hyn edhe pjesa e frikës, pjesa e përçarjes, edhe vetë individualizmi që përmend më herët. Se ne nuk kërkojna më përgjigje prej tjetrit, sepse tjetri vetë se ka më na rrejt, po mundohemi me i gjetë përgjigjet vetë, dhe gjykimi bëhet shumë individual. Dhe në afat të gjatë, ato që përmenda më herët, është kjo që cënohen vetë themelit e demokracisë. Dhe mendoj që kjo të paktën zgjedhjet e fundit kanë qenë një tregues i rëndësishëm për neve me pa se sa e rrezikshëm është kjo dhe sa më shumë është duke u sofistiku vetë përdorimi i inteligjencës artificiale. Dhe nëse nuk ndërmirë këto, që po besoj kena me pas kohë me diskutu këtë pjesën, kjo ka me shku duke u bë problem edhe më i madh në të ardhmen në zgjedhjet e ardhshme, po edhe në përditshmërinë tonë, se si ne informohemi dhe në bazë të informatave tonë, se si ne gjykojmë qoftë duke shku në zgjedhje ose marrim vendime të rëndësishme politike, sociale. Lartë që keni pa jo këtë aspekt, përdorimin e premtimeve elektorale për dezinformata? Po është një telashe themelore pa dasht mu kthyte që ajo që e përmena në fillim, po nuk kom qare pa u kthy për dy arsye. E para është që krejt mediat, për shkak që i kemi rrjetet sociale burim të ardhunave, na duhet krejt përmbajtje tona me i gjujtë në rrjetet sociale,
edhe mi bo krejt trikat e mundshëm që materiali ynë mu shit pak ma i mirë se sa materiali konkurrent. E konkurrente nuk i kemi veç mediat, i kemi krejt që ato kategori tjera të njerëzve mos ti përsëritit. Njerëzve dhe të organizatave të cilat po ashtu në rrjete sociale postojnë. Po problemi i madh që kjo e ka shkaktu është që e ka gryj besimin në media. Nëse dikush nuk e ka filterin, çka është agjendë religjioze, çka është agjendë politike, çka është agjendë budallëve, çka është agjendë armiqve, çka është agjendë dikujt tjetër, dhe i lexon mediat ose një produkt medial ose një historie mediale ose një artikull mrena çati fidi, mrena ashtu në agjendave e ka me thonë krejt mediat jeni njëjtë, krejt gazetarët po rrani ose çka do. Në momentin që e relativizon qëto dhe e gryn besimin ndaj mediave, ç'kjo është hapi parë, ose një prej hapave të parë mu gry besimin në demokraci. Ky vend edhe ashtu e ka pas besimin e ulët në gjykata, e ka pas besimin shumë të ulët në politik, e ka besimin e ulët në sistem të shëndetësisë për fat të keq, në momentin që gryhet edhe besimin media, që atëherë për një me që to temele demokracisë shkundën seriozisht. Problemi arsyeja dytë pse po du mu kthyn që tim, për mua është edhe ma problematike, është që tash aktivisht politika është ka investon në çet punë. Politika me qëllim i ka anashkalu mediat. Nëse shikoni partitë politike, ato duhen me raportu sa pari kanë harxhu gjatë fushatës, apo me letra harxhojnë shumë pak. Me letra partitë politike shumë pak harxhojnë në fushatë. Ca 10.000 euro, çka do. Mirë po, e kena një hulumtim të D+-it para do kohës që thot 12.000 euro mesatarisht i harxhon një deputet gjatë fushatës. Një kandidat për deputet po foli, sollë. 900 kusur kandidat për deputet janë në listë në zgjedhje. Që i bjen që vetë qitaj kanë harxhu miliona. Para se më ardhë në emision, tentova me konfirmu, po s'po moj, po është një kandidate për deputete, të cilën para se me hynë që të garë unë e se kom njoft, nëse unë e se kom njoft, ajo shansë më bo deputete s'ka, i ka harxhu qerek milioni euro për që të fushat. 250.000 euro. Arsyja pse s'pe jap emnin edhe partinë është se po më vynë pak ma shumë me vërtetu. Po shifra jo zyrtare, jo në qika, i ka gjujt qerek milioni euro në fushat, po flas pej pijeve që i ka blenë në neja, në poshtë e përpjet me dostat soj, deri te sa është dosh mi pagu analistat e caktu me jashti emnin në 10 e tyne të preferume. Edhe i gjun qerek milioni euro, kërkas është mu bo deputete normal, mirë po që kjo të kallëzën, që pare kam politik, mirë po që ato pare nuk janë të interesun mi shtin media, prej nga kishin mujt me tinglu ma besushëm, janë të interesun mi anashkalu mediat. Në momentin që tash është bu normale, që ti paret mi adhon Zuckerbergit direkt, ose mi adhon atyne kinezve që e mojnë TikTokun direkt mi adhon atyne, edhe me na anashkalu neve, ti kime pas ma shumë shtrirje, që pitojnë këta, kime pas ma shumë riq, që është në regull, po në konkurencë kime qenë me gjithkon. Edhe për qëtë pun duhet filter shtesë. Mendoj që përveç njerëzve që qëtë filter nuk e kanë, insistimi aktiv i politikës me i anashkalu mediat, tu tentu direkt me rrjete sociale, me mrit deri tek njerëzit, e para na damton neve of course, se qarkulloj ma pak, po mi gjitha e damton besimin edhe te ta. Njerëzit qysh po thonë që këtë gazetarët rajnë, edhe ma shumë thonë që politikantë rajnë. Edhe kjo domi është strukturor, është afat gjatë, dhe nëse e gryn besimin në demokraci dhe në shtet, nëse si beson gjykatës, nuk i beson shkollës, kërkush nuk i beson shkollës në këtë vend, edhe pjesërisht me drejtë se e kemi për një me sistemin arsimor të dopt, nëse nuk i beson mediave dhe nuk i beson politikanëve, pak alternativa mesin, adin situata është në afat gjatë është domi madhë. Dreni, a ka financim, po i përmend Learti që po, futen para të mëdha në rrjete sociale, po nëse i këshyrim në raport të prodhimit të dezinformatave, qysh bëhet financime, ose a jepen për një shumë pare për me kriju edhe prodhu dezinformata? Është lirë, të themi, kështu është shtrejt. Unë në hulumtimet e mia asnjëherë s'jam marrë pjesë, nuk jam fokusu te pjesa e financimit, por atë se çka mund të them sot është që teknologjia e ka lehtësuar shumë që të prodhohet një përmbajtje e manipuluar. Pra edhe një deepfake në Amerikë pak dollar duhen që ta prodhosh një audio deepfake, një video deepfake, nuk ka nevojë më të kesh aftësi të cilat janë kërkuar më herët, sepse janë programe të cilat e kanë lehtësuar që ta prodhosh një përmbajtje që është mashtruese. Po edhe kjo është gjithashtu një arsye tjetër pse kemi në rritje këtë trend gjithandej nëpër botë, sepse po bëhet më lehtë.
në zgjedhjet e kaluara në Amerikë, ishte diskutimi jo këto të fundit me Trump edhe fitoren e tij, por të kaluarat, ishte fokusit e deepfake, madje kishte edhe trajnime të gazetarëve për mënyrën se si ta detektojnë një përmbajtje që është gjeneruar me inteligjencë artificiale. Por në fund, patën dalë hulumtime që tregonin se më shumë ka pas cheapfake, të cilat janë manipulime pa bazme dhe pa përdorim të inteligjencës artificiale. Dhe arsyeja pse ka pas cheapfake është sepse ka qenë më lehtë që ato të përdoren, përgatiten. Tash përderisa po lehtësohet përgatitja materialeve me AI, atëherë natyrshëm që ne do të kemi më shumë përmbajtje që janë të gjeneruara me inteligjencën artificiale. Ajo se si ne shohim edhe këtë që po e thot Learti me media sociale edhe me fokusin e partive politike aty është sepse edhe nga qytetarët nuk është më trendi i njëjti shikueshmërisë në televizione se si ka qenë më herët dhe çka bëjnë politikanët në fushat, ata duan të mobilizojnë votuesit dhe nuk janë ata që ti edukojnë votuesit se si ata duhet të kenë kujdes nga përmbajtja dhe duhet përcjellin emisionet dhe profesionistët e fushës, por ata shkojnë edhe në TikTok sepse ata duan të mobilizojnë një votues që ai votues të bindet që ta votoj. Kjo në aspektin e pajtona se nuk ishte strategjisë, ajo legjitime është, ai duhet me njek votuesin aty ku e ka. Problemi është që domi që nga shkaktojnë është strukturor, nuk s'po i gjykoj për atë. As nuk i thon bjerëni parë te na me çdo kusht, thjesht jam ka e tregoj që domi që shkaktohet është strukturor për shkak se ka shpërputhje të madhe. Dhona publike janë në fal. Dhona publike janë mundesh me gjetë sa parë kush i ka dhënë për sponsorët content në Facebook, edhe dhona publike janë sa parë i kanë dhënë për televizionin kur kanë ble live, edhe është që ka shpërputhje, më fal. Po tjetra pastaj është nëse ne i kthejmë syt ka mediat, ne shohim që mediat tona edhe për shkak të gjendjes ekonomike të Kosovës, po detyrohen që në resurset e tyre, në tyrat e tyre, t'ja kushtojnë një rëndësi të madhe asaj se sa munden me monetizu përmbajtjet në media sociale. Dhe pastaj nga njëherë, kur ne shohim përmbajtjet e cilat janë më senzacionale, e që shkojnë ndoshta përtej kufeve të profesionales në gazetari, po e bën që dal nga dal filtri i qytetarëve që t'i dalloj ato të cilat janë media profesionale me redaksi dhe një faqe në Facebook që ja lën emrin gazet ose si do lajme shqip, atëherë ata kanë vështirë ta dallojnë cila është. Krejt kjo neve na çon vetëm të një përgatitje që ne nuk e kemi në shoqëri, që lidhet me edukimin medial, me gjykimin kritik, dhe kur ne nuk po punojmë në këtë drejtim, lajmi, faqja është XY, do të ndryshojnë. Sot është TikToku, nesër do të vijë një tjetër. Pra ne nuk e zgjidhim as problemin me nëse ne ndalim një media sociale, cilën do prej tyre, po e ndalim sot, vjen një tjetër që prap do ta sjellë të njëjtin problem, sepse ne si përdorues nuk jemi të gatshëm me krejt këto që ka po na i sjell kjo teknologji që po zhvillohet havshëm, edhe ne jemi shumë ngadalë duke ecë me atë se si duhet jemi sa më shumë përgatitur që ta kuptojmë pikë pari një përmbajtje mediale, që ta kuptojmë një mesazh brenda saj, që ta kuptojmë se duhet të ketë gjithmonë autorsi. Jo që unë mbaj mend kohën e Covidit kishte aso lajme që qarkullonin informacione, thoshte një mjek japonez. Ka që mjafton të qytetarëve që ta shpërndanin, pavarësisht se s'kishte emër aty. Ose kishte raste kur thoshte mjeku i njohur amerikan me emër, mjafton të që ta bësh një kërkim të shpejt në Google dhe vreje se s'ka të bëj fare me atë se si mënyrën se si portretizoj aty. Pra, krejt këto e tregojnë që në fund të ditës ne duhet kthehemi te qytetarët, ne duhet të kthehemi në shkollë, edhe ne duhet që fëmijëve, të rinjve, pastaj edhe në arsimim jo formal grupeve tjera shoqërore, t'ju shpjegojmë krejt to çka po ndodhin, me edhe pa inteligjencë artificiale. Unë sot e shoh problematike edhe mënyrën se si përdoret ChatGPT në shoqërinë tonë. Në mënyrën se si kjo po e ndron për shembull këtë në mënyrën e marrjes së informacionit. Unë e thash Google, tash shumë të ri sot nuk e përmendin Google. Ata thonë unë hyj e pyes ChatGPT, e bën një prompt, një kërkesë të ChatGPT, që prapë është një problem tjetër që do të na sjell neve shumë të lashë sepse aty ka shumë pavërteta që qarkullojnë, dhe nëse ne po e anashkalojmë televizionin, profesionistin e fushës, gazetarin, edhe po shkojmë në një model të inteligjencës artificiale që në këtë rast ChatGPT-ja është shembulli
më negativ për mënyrën se si është përgatitur si model, se kanë përdorur gjithçka që ka pas në internet OpenAI në atë kohë, atëherë kjo e bën që qytetarët do të ekspozohen edhe më shumë ndaj informacioneve të cilat s'kan bënë fare me realitetin. Me ose pa dashje modeli nuk është i trajnuar që të mashtroj, po thjesht modeli nuk ka limite, diçka që Copilot Microsofti e reklamon edhe thot që një prej përparësive të Copilot është se ka selektuar përmbajtjet kur është trajnuar modeli. Ose ne çka duhet bëjmë është që duhet të shpjegojmë edhe qytetarëve që Gemini është Google. Pra kur përdor Gemini është sikur kur ke hyrë Google me herët që ne ndoshta kemi ende shprehi të rinjt, po e shoh edhe me student që vazhdimisht çdo herë më shumë shkojnë ka ChatGPT, por pa hyrë më shumë në modele tjera. Vicar, po, nëse mund me ndërlidhe pak që ata profesori, është që e para është që na i kemi bo analiza pse për shembull mediat ruse kanë prodhu ka shumë. Edhe EUVZDzinfo, pra Stratcomi, një trup e BE-s që ka bo studime, ka thonë që njëra prej qëllime pse Rusia është të prodhu që ka shumë informacionet rame, është se po dënë me kontaminu, do me thonë, inteligjencën artificiale. Jo domosdoshmërisht ChatGPT-n, po inteligencat e tjera, sepse na e dimi ChatGPT-n e përmenëm, sigur kur e përmen një produkt, po sot ka me dhjetra, e mira, do me thonë, modele, si ChatGPT-a që prodhon, dhe na nuk e dina të rinë tonë cëllën e shfrytëzojnë. Na shtina një tjetër është më e mirë për një lojë dhe ajo që ajo i ka met, në ndërkohë që ajo është e kontaminuar. Pra që kjo është e para. E dyta, pak më herët Learti e hapi një temë shumë interesante, çështjen e financimit. Se këto është këgja problem kryesor, çështja e financimit, pra kush do i financu dezinformatat. Sa i përket lajmeve për shëndetësi që u përmendën, na kemi bërë studime, kemi tregu që shfaqe të caktuara me bazë në gjitha vendet e botës, duke përfshi prej Vietnamit, e Rusisë, Ukrainës e të tjera, sponsorizojnë lajme për shëndetësi për produkte të caktuara për Kosovë. Nuk është sponsorizojnë një, i sponsorizojnë me dhjetra. Në një faqe i sponsorizojnë 50 lajme, të gjitha i ka me pagesë që janë të selektune, janë të shkruane për qytetarët e Kosovës. Dhe ti i porosit produktet që ata i shesin. Pra që kjo është rreziku i parë, kemi alarmuar prej tash 3-4 vjet, institucionet nuk kanë ndërmarrë diçka në këtë fushë. E dyta është një grup i faqeve të tjera, cilat shesin mjaltë për gjithçka dhe të tjera, cilat në bazë dialektit e sheh që prodhohen në Kosovë, për shkak se personi që i lexon e ka aksentin pak a shumë si tonin dhe edhe në këtë aspekt nuk është bërë kurrë gjë. Sa i përket dezinformatave të politikës, është pak më vështirë për me i gjetë, Learti përmeni pagesa që bëhen në kesh, mirë po që kjo është një farë sinjali që neve na tregon që ekonomia e Kosovës është llogaritë rreth 1/3 që qarkullon në zezën. Pra pare kesh që jepën, pagesa për gjithçka, jo vetëm për lajme, po edhe për kuzhina dhe për të tjera. Dhe që kjo është një farë sinjali që këtu ka pare shumë kesh që futet në fushat prej kandidatëve të caktuar, shpenzohen na e shohim kandidatë caktuar çfarë fushate bën, sa njerëz si fton, çfarë shpenzime bën, në ndërkohë nuk e shohim çfarë shpenzim të pasqyruar në KQZ pastaj. Dhe që kjo lind një pyetje, okay, ku i ka marrë ky paret? Ku i ka marrë kjo se ky kandidate ka shumë parë që po shtin në sponsorizim, në fushatën e tij, e nashti edhe në pagesa të gazetarë të ndryshme ose portale të ndryshme. A është letë mi detektu visar rrjedhën që shbohet financime? Patjetër, është jashtëzakonisht vështirë, sepse nëse shteti ato këja s'mundet mi detektu 1/3 e ekonomisë qarkullon zezën, ata me kanë letë i kështin gjetë për shembull në ndërtime që shbohen pastrimin parave. Pra kjo ka të bëjë direkt me pastrim parave. Dhe normalisht në situatat e tilla, kompani që marrin tender të dyshimt, kompani që bashkëpunojnë me kompani të tjera të cilat janë në listën e zezë, nesër mas nesër mundin me fitu tender, që ato pare mundin me shtitën një kandidat, me shty për para fushatat caktuara, nesër mas nesër ai zgjedhet deputete. Pra këtë kjo është zinxhiri qysh grupet të dyshimta synojnë me shtrirë ndikimin deri në politikë dhe që kjo nuk është sekret, sepse të gjithë e synojnë këtë çështje, dhe këto janë probleme të cilat nëse mund të thonë thjesht neve po na kalojnë para hundve, edhe institucionet nuk po ndërmarrin kur gjë, sepse na e shohim që financimi i partive politike gjithmonë ka qenë debat dhe kur nuk është zbarë deri në fund. Sot partitë politike i deklarojnë disa pasqyra financiare, sa janë të besueshme për mua jo, fakte me i thonë që tu ke rajt ose diçka nuk kam, sepse është vështirë me i gjetë, mirë po për mua nuk janë të besueshme.
Drejnë, nëse Jo, hajtë. Adelina? Nëse donë Jo, se deshta më kësy prapë të fushata, po nëse... Adelina, po më pas Drejni. Vetëm te pjesa e financimit, diçka me përmend të rëndësishme me hulumtimet të cilit kemi bërë dhe me organizatën nga Ukraina, është me mësu ndoshta edhe nga praktika atyre se si personat rekrutohen online. Edhe kjo është me kry një shërbim të caktuar. Për shembull, qoftë me shpërndarje një dezinformat, dhe kjo ka forma të ndryshme se si paguhen, ose sidomos targetohen të rinjët për me kry një shërbim të caktuar, ose me shpërndarje një dezinformat të caktuar, dhe kjo pastaj personat të ndrohen vazhdimisht. Dhe mendoj që ne këto format nuk që jemi duke i studiu dhe duke i pasë si po rrezikohet edhe siguria e vendit tonë, që këto ka shumë shembuj të ndryshëm të cilët na vijnë nga Ukraina, po që ne nuk kemi studime të tilla që kemi bërë në Kosovë. Diçka që po duam e cekë edhe që nuk u përmend deri më tani, është që inteligjenca artificiale po ashtu është të përdorur jashtëzakonisht shumë i targetu gratë gjatë fushatës zgjedhore, dhe kjo jo vetëm gjatë fushatës zgjedhore, kemi pas një trend në rritje ku janë targetu gratë jo vetëm politikane, po edhe ato të cilët janë pjesë aktive jetës publike. Diçka tjetër brenda inteligjencës artificiale, që po besoj ka studime që janë bërë edhe këtu, është që vet ajo që ka ofruar nga inteligjenca artificiale është kogja shumë me paragjykime gjinore. Kjo për arsyen sepse brenda, domethënë persona të cilët që punojnë në teknologji janë shumica burra. Për shembull 30 Po veç po duhet çto me ndërhy Adelina, na e kemi bën një studim, edhe ka treguar që gratë kryesisht shoftë edhe kandidate për deputete, po friksohen me marrë pjesë në për debate për shkak të dhunës online që po ndodh, themi edhe komenteve, përmbajtjes që po e shkruajnë komentues ndaj këtyre grave. Ky trendi në fakt është bar botën. Ne po e shohim që ka një trend në rritje të cilët po përdoret një lloj metode për me i friksu gratë për me marrë pjesë në diskutime apo debate publike, për arsye që në shumicën e rasteve bëhet prerja një fjale që ka thonë një grua dhe pastaj me këto edhe përdoret në rrjete të ndryshme sociale. Po dhe vetë inteligjenca artificiale, për shkak që përdoret shumë nga burrat, edhe informata që futen aty e rrisin paragjykimin. Diku 30% të grave janë fuqi punëtor në fushën e inteligjencës artificiale, dhe kjo e bën që, domethënë nëse ka pak numri është i vogël i grave që marrin pjesë që janë aktive në teknologji, kjo e bën që me u rrit paragjykime shumë për gratë. Dhe diçka tjetër që po ashtu ka fillu hulumtime të shumta me u bë në Kosovë, është nëpërmjet inteligjencës artificiale dhe sidomos grupeve online, është duke u përdorur edhe ideologjia antigjinore. Dhe kjo shkon sidomos në drejtimin që gratë kanë fituar shumë të drejta, këto janë të drejta që kanë ardhur nga perëndimi, dhe kjo fakt fuqizohet për grupeve ekstremiste, qoftë të ekstremit fetar apo të ekstremit të djathtë, të cilët ne po i shohim, ndoshta nuk ka një grup të organizuar, mirë po narrativat e tyre gjithmonë janë duke u shpërndarë në rrjetet sociale. Dhe kjo po ndikon drejt për drejt edhe grave në politik, po gjithashtu edhe grave të cilat janë aktive në jetën publike. Dhe kjo mendoj që ne në shumicën e kohës kur po flasim për inteligjencën artificiale, nuk kemi duke e pasë se gratë në fakt drejt për drejt po preken nga kjo, dhe jo vetëm gratë edhe grupet e marginalizume. E kemi pas një rast të një vajze rome të cilët flet për të drejtat e saj dhe pastaj është shkëputur një pjesë, është bë pjesë e grupeve të ndryshme të cilët e kanë targetuar qoftë në TikTok apo në platforma të ndryshme, dhe kjo është një demotivim për me marrë pjesë në diskutime publike dhe për me e ngritë zërin e saj për të drejtat e komunitetit. Drejni, po? Po ndërlidhem fillimisht me Adelinën të kjo pjesa me inteligjencën artificiale dhe se si izmadhon stereotipat gjinor. Edhe ne me disa kolegë të universiteteve tjera kemi punu një studim me LLM të ndryshme, me modele të ndryshme, me Llama, me Mistral, me ChatGPT, Qwen, Gamma dhe DeepSeek, edhe kemi analizu në 6 gjuhë të ndryshme, duke dhënë promta në këto gjuhë që ndërlidhen me aspekt gjinor. Edhe ajo se çka kemi gjetë në rastin e gjuhës shqipe, është që kur LLM gjenerojnë tekste, burrat shpesh përshkruhen si udhëhec, të fortë, të aftë për të marrë vendime, pra janë ambicioz, janë drejtues, ndërkohë kur vjen te gratë janë më shumë emocionale, kujdestare. Pra, po kjo çka LLM-i e bën, inteligjenca artificiale e bën, është në bazë të përmbajtjeve të cilat janë përdor në trajnimin e modelit, që në këto raste ne edhe në literaturën, çka do që ka në gjuhën shqipe, ne i shohim këto stereotipe që ne i kemi në shoqëri.
Dhe për ata, ne nuk mund ta fajsojmë inteligjencën artificiale pse po e zmadhon këtë, thjesht është një pasqyrim i asaj se çka është shkruar nga njerëzit deri atë ditë, deri në atë moment sa është trajnuar modeli. Kjo pastaj ndërlidhet me atë që përmendi edhe Visari, që është shumë e rëndësishme që ne ta kuptojmë se si lejimi i ekspozimit të narrativave të rreme, të cilat nuk demantohen nga shteti ynë, bën që nesër në inteligjencë artificiale ajo të paraqitet si e vërteta e vetme, sepse AI nuk e ka një tekst ndryshe për të njëjtën ngjarje që e thot një version tjetër. Dhe këtë ne do ta vrejmë edhe më shumë në të ardhmen, sepse vazhdimisht unë shoh narrativat e rreme të cilat targetojnë Kosovën, shtetësinë e Kosovës, marrëdhëniet ndëretnike, integrimin evropian, NATO-n. Këto janë në këto narrativat të rreme vazhdimisht sulmohet Kosova dhe ka pak raste kur ne vërejmë se si liderët tanë, shteti ynë, shoqëria civile që besoj duhet jetë më aktive në këtë mes gjithashtu, që del me qëndrime të cilat edhe më përmbajtje, të cilat do të jenë në internet, sepse ato do të përdoren. Cila fatkeqësia që këto narrativat rreme që shpërndohen dhe përkthehen prej mediave serbe dhe ruse, as gazetari nuk kujdeset që me vendos kundër narrative në tekstin që po vetëm e përkthen dhe e poston në gjuhën shqipe. Pa e ditë, pa analizuar vëmendjen që është dikush i ri, i cili jo domosdoshmërisht e din historinë çka ka ndodhur vitin 1999. Pra thjesht nuk lodhet me i shti 3 rreshta as për pavarësinë e Kosovës. E përkthen çka thot Zaharova, që na sjena shtetet e të tjera dhe nuk e vendos që Kosova është shtet, është i njohur për ka shteteve. GN2-ja ka thonë që jemi në rregull, domethënë as çito nuk lodhen me i vendos, e unë mendoj që kjo ka më bë dëm të jashtëzakonshëm sepse thjesht njerëz e lexojnë që ato sado që mundet me lexu pa mendim kritik, që ajo i shtresohet në mendimet e tina dhe e krijon opinionin, nesër mas nesër ai fol në çat gjuhë. Kjo e bën të rëndësishme atë që ne shpesh e diskutojmë se si po ndryshon roli i gazetarit. Pra, më përpara gazetari është mësuar që thjesht në storjen e tij të ketë të gjitha palet, të jetë profesional i paanshëm. Sot i njëjti gazetar duhet ta përcjell çka po ndodh jashtë punës së tij aty për të njëjtën temë. Pra, qoftë Zakharova edhe një deklaratë e saj të cilin ti duhet ta kontekstualizosh për secilin, qoftë një postim i dikujt i cili thjesht vjen në përputhje me atë që ti po e shkruan. Edhe fundit e kjo me LLM, çka është e rëndësishme kur ne edhe bëjmë studime të kjo pjesë, është mënyra se si i marrim të dhënat edhe se si analizojmë ato. Në rastin e studimit që po e përmendi që është edhe publik i qasshëm, kompjuteri ka punuar 2 muaj rresht. Pra, i njëjti prompt është përsëritur vazhdimisht. Kur ne analizojmë LLM, ne nuk mund të mjaftohemi me 5 prompta që i bën Dreni dhe 5 Visari, sepse ajo nuk ta tregon modelin me mirat dhëna që është brenda, po duhet punë shumë e madhe, që pastaj është kompjuterike dhe metodologji që ne s'kemi nevojë me hy këtu. Po kjo na tregon që ne kur marrim studime të asaj se çka po na sjell inteligjenca artificiale, duhet thjesht shkojmë në numër sa më të madh të dhënave që i mbledhin, sepse kemi të bëjmë me shumë dhëna. Lart, po më intereson në fund, sepse jemi në fund të emisionit, a kemi dëgju për shembull plane prej partive politike që shumë adresu ky problem? Jo, partitë politike e preferojnë me pas këtë. Për hir të vërtetës mjeklla ju konvenën, po më thonë mas shumë të çka kanë mri është me fut digitalizimin në programe. Flasim për digitalizim të shëndetësisë, flasim për përdorim më të madh të digitalizimit, është që sa vjet janë, Visari duhet me ditë më mirë, po ju mbirni dini më mirë, janë do paret të Amerikanëve të da me dika për digitalizim të sistemit gjyqësor, janë do paret da me dika të BE-s për digitalizim të do sistemeve tjera, cilat na vetë s'po di me i marë halja, ato paret janë të pritë dhe të upën vlerë, po nuk ka asnjë parti në Kosovë, nuk ka qenë në gjendje me premtu as ndryshime në skemat e financimit medjave, nuk ka qenë në gjendje me premtu as në ndryshim të ambientit medial në kuptimin e qizoj konkurencës jo ferë që kemi në rrjetet sociale. Në mënyra jo formale, na kemi mri, kur po thëmë na po mënej një grup i vogël i gazetarëve në kontakte formale dhe jo formale me ambasada, kemi mri edhe me organizatat fuqishme amerikane, kemi mri me kontaktu Meta, pronarët e Facebookit, po që aty është nalë, ma shumë punë jemi ka bojmë na,
që me njoft Facebook i Kosovën dhe me njoft Google i gjuhën Shqipe, se so kret aparatit diplomatik i Kosovës i cili s'din. Kështu që Faleminderit shumë. Shkues të nderuar, ishte ky debati për dezinformimin. Shpresoj shumë që ju keni më u përmbajt me lexu lajme të pavërteta, me vazhdu me kërku lajme dhe me lexu e me shiku lajme dhe prodhime prej burimeve të sigurta të informacionit. Vazhdoni me na shkru në kallzo.com dhe deri në emisionin e radhës mirëmbëjtje.